por edhe përmbajtja e kurikulës me të cilën punohet është e diskutueshme, pasi që fëmijët serb dhe ata të komuniteteve tjera që mësojnë me këtë plan program mësojnë kundër Kosovës e si ajo është pjesë e Serbisë. Si që qunë krejt Evropa, kasapi Balkanit Miloševićin, edhe ne e quajmë, por e keqe është se në shkollat serbe shtrembërohet historia. Duhet tentohet që dhe kjo të eliminohet. Pra mund të themi që mund të hekum një fotografi, është shumë e thjeshtë, se sa të themi të mbyllim një shkollë. Por, që të vendosen simbolet, është më e lehta që mos lejohet një gjë e tillë. Pastaj tutje, sistemin paralel duhet ta zbutëm që të kalohet në nivelin, sepse që të bëhemi realisht, shumë lanë mund të kenë ngjashmëri në nxënësit të cilët i mësojnë kurrikulat, qoftë të Serbisë dhe kurrikulat vendore, për lanë të ndryshme mund të jenë të njëjta, por jo pastaj ato të cilët mund të prekin një komunitet ose mund të ketë një qëllim agresiv ndaj një komuniteti. Pra këtu duhet pastaj të kemi kujdes. Përdorimi i dhunës, dëbimi i njerëzve, mos afrimi i njerëzve, politizimi i arsimit, trajtimi i arsimit, i mësimdhënësve, i nxënësve sikur armiq politik, nuk duhet harruar. Arsimi është çështje lokale, çështje vendore, çështje drejtave themelore njerëzore. Arsimi nuk është një mirë ekonomike, një mall që merr. Arsimi është e drejtë themelore, sikur e drejta për të shprehur. Zhvillimi, arsimi, edukimi janë pjesë të drejtave themelore. Edhe asnjë shtet nuk ka drejt me i pengu ato. As shteti kosovar nuk duhet të punojë që me pengu edukimin e fëmijëve serb. Ne duhet ta ndihmojmë edukimin e shkollimin e fëmijëve serb aq sa mundemi. Aq sa na lejohet. Gjithnjë të hapur për bashkëpunim, gjithnjë kjo ndihmë në kupton edhe këtë. Dihet që shteti serb në kurrikulat e veta ka qëndrime të gabueshme ndaj gjitha vendeve përreth, përfshirë ndaj Kosovës, kulturës, shqiptarëve, vlerave kulturore, vlerave etnive e të tjera. Kjo është gjëja që do duhet punoj shteti kosovar, që të punojmë që të hiqen ato përmbajtje, që e ngarkojnë fëmijën, që e çojnë në zhvillim të gabuar, për ndryshe, e drejta për arsim nuk duhet cënuar me asnjë kusht.